Me të Zotit vëllezër, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në Ungjilli sipas Lukës. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10 dhe nga vargu 38. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10, nga vargu 38. Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat. Dhe një grua që e kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila u ul te këmbët e Jezusit dhe e dëgjonte fjalën e tij. Por Marta, që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, ju afrua dhe i tha: Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: Marta, Marta, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra. Por vetëm një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t'i hiqet. Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej. Dhe si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet. Dhe ai ju tha atyre: Kur të luteni, thoni: Ati ynë që je në qiell, u shitëroftë emri yt, ardh të mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell dhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme. Dhe na i fal mëkatet tona, sepse dhe ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga i ligu. Amin. Jezus Krishti, vëllezër, në mes të popullit të vet, turma të mëdha e ndiqnin. Një pjesë e turmave e ndiqte Jezus Krishtin, sepse shikonin mrekulli që bënte Jezus Krishti, dhe për atë ndiqnin Jezus Krishtin. Një pjesë e turmës e ndiqte Jezus Krishtin, sepse kishin ngrënë nga bukët që ju kishte dhënë Jezus Krishti. Dhe një pjesë, motra, aleluja, e ndiqnin Jezus Krishtin, sepse e kishin nevojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ishin kategori të ndryshme që ndiqnin Jezus Krishtin. Dhe sot ka shumë kategori, motra, vëllezër, aleluja, që e ndjekin Jezus Krishtin. Por cila është arsyeja që ne ndjekim Jezus Krishtin? Po të shohim në fjalën e Perëndisë, dishepujt që ndoqën Jezus Krishtin, apostujt që Jezus Krishti zgjodhi, e ndoqën Jezus Krishtin dhe lanë çdo gjë për të bërë vullnetin e Perëndisë. Në Bibël thotë: ja, ne lamë gjithçka dhe të ndoqëm. Çdo të fitojmë. Dhe Zoti ju përgjigj dhe tha: çdo njeri që ka lënë gjithçka për emrin tim, do të ketë 100 fish në këtë botë dhe jetën e përjetshme. Dhe shohim, motra, vëllezër, dishepujt
me thirrje të ndryshme nga Jezus Krishti, apostujt sakrifikuan jetën e tyre për besimin që kishin në Jezu Krishti. Mosha e apostujve që ndoqën Jezus Krishtin, vëllezër, u larguan në një mënyrë të vështirë. U torturuan, u kryqëzuan, bile tortura nga më të ndryshmet, motra vëllezër, aleluja, por besimi i tyre në Jezus Krishti ishte kaq i madh. Ata kishin kuptuar çdo të thotë, motra vëllezër, të besosh Jezus Krishtin. Ata kishin kuptuar vërtet nëpërmjet frymës së shenjtë që erdhi në ta me fuqi të madhe, se çfarë vlen në jetën e një njeriu. Cila është gjëja më e rëndësishme në jetën e tyre, e atyre që ndjekin Jezus Krishtin. Fjala që lexua pikërisht do të na japë një mësim të madh, motra vëllezër, aleluja, për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për njeriu. Ndërsa po udhëtonte, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. E ftoi, motra, aleluja, në shtëpinë e saj Jezus Krishti. Zot, dua dhe unë të vish në shtëpinë time. Dhe Jezus Krishti shkon në shtëpinë e kësaj motre, ku në këtë shtëpi thot ishin 2 motra, ishte dhe Maria. Në momentin që Jezus Krishti hyri në shtëpinë e Martas, Marta thotë ishte shumë e prekupuar për punët e shtëpisë, se si duhet t'ju shërbente atyre që kishin ardhur në shtëpi, dhe shqetësohej që motra e saj nuk i gjendej pranë në momente të tilla, që nuk e ndihmonte. Dhe shikonin se si drejtohet ajo Zotit. Ajo kishte një motër Mari, e cila ul te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta, që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, ju afrua dhe i tha: Zot, a nuk ti intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? Zot, nuk të bie në sy që në shtëpinë time vetëm unë po prekupohem për problemet që ka shtëpia, dhe kjo motra ime është ulur aty dhe të dëgjon vetëm ty. I thuaj të më ndihmoj. Por Jezusi duke u përgjigjur i tha: Marta, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra. Është e domosdoshme, vëllezër, aleluja, që njeriu të shqetësohet dhe të kujdeset për shumë gjëra. Dhe Zoti i tha me të drejtë, ti po kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Gjithë shqetësimi yt nuk të sjell asnjë dobi ty.
për atë për të cilën ti më ke thirrur në shtëpinë tënde. Sepse Zoti thotë, unë nuk erdha të më shërbejnë, por unë erdha t'ju shërbej. Dhe sa është ora, sot, motra, vëllezër, aleluja, të marrim nga Jezus Krishti dhe të shërbejmë, motra dhe vëllezër, lavdia e emrit. Vetëm një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Shpeshherë shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk prekupohet për të gjitha gjërat, por për atë që është më e rëndësishme në jetën e vet, e lë pas dore. Dhe Zoti thot, kjo është më e rëndësishme se sa gjithë prokupimi yt gjatë tërë javës, gjatë tërë kohës që ti prokupohesh. Cila? Aleluja. Maria zgjodhi më të mirë. Të dëgjonte fjalën e Perëndis. Të dëgjonte zërin e Zotit. Sa e rëndësishme është sot, motra, vëllezër, aleluja, që prokupimi i të krishterit të jetë të dëgjoje zërin e Zotit. Të dëgjoje fjalën e Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por ta verë në praktikë fjalën e Perëndisë. Pse, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, është kaq shumë e domosdoshme që ta verë njeriu në praktikë fjalën e Perëndisë. Vazhdojmë më poshtë. Dhe ndodhi që ai ndodhi në një vend dhe lutej. Jezus Krishti lutej vazhdimisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Po Jezus Krishti ishte Zot. Si lutej, motra dhe vëllezër, kujt i lutej? Jezus Krishti vërtet erdhi nga qielli, por, motra dhe vëllezër, e boshoi veten në të gjitha gjërat që ai kishte në zotërim, si Zot, dhe e mori në trajt njeriu, njësoj si ne, për të na dhënë një mësim shumë të madh, motra dhe vëllezër, të gjithëve ne. Erdhi që të na kuptojë të gjithëve ne. Prandaj thot, e boshoi veten dhe gjatë tërë kohës thot, ai lutej. Është kaq shumë e rëndësishme, motra dhe vëllezër, aleluja, që i krishteri të ketë këtë marrëdhënie me Perëndin, lutje. Në një varg Zoti thotë, lutuni pa pushim. Në çdo kohë, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Sepse është domosdoshmëri lutja për çdo njeri që beson në Zot, që ka shpresë në Zot, që do të shohë lavdinë e Perëndis në qiell. Çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja, në lutje? Çfarë realizohet, motra dhe vëllezër, në lutje? Shpeshherë ne nuk e dimë. Është një mister shumë i madh, motra dhe vëllezër, aleluja. Si veprohet në lutje? Si shkon lutja jonë në qiell? Si vepron Zoti në lutjet tona? Por mësimi që na jep Zoti thotë lutuni. Sepse Zoti është aty midis nesh, motra dhe vëllezër, kudo që jemi dhe dëgjon lutjet tona. E falenderojmë Perëndin. Dhe si mbaroi atje, një nga dishepujt i tha, duke parë që Jezus Krishti lutej vazhdimisht. Shkëputej nga njerëzit dhe shkonte lutej. Tërë natën, thot motra dhe vëllezër, lutej. Dhe ditën
vepronte me fuqi të madhe. Dhe duke parë këtë gjë, dishepull që e ndiqnin, i thonë Zot, na mëso si të lutemi. Çfarë është e rëndësishme në lutjet tona? Çfarë duhet të flasim në lutjet tona? Zot na mëso të lutemi ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet. Dhe ai ju tha atyre: kur të luteni, thoni: Ati ynë që je në qiej, u shinjtëroftë emri yt. Ardhë mbretëria jote dhe u bëftë vullneti yt si në qiell dhe në tokë. Këto gjëra do të kërkoni, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, në lutjet tuaja. Aty ynë që je në qiej, u shinjtëroftë emri yt. Si mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të shinjtërohet emri i Zotit? Mjafton që ne të themi u shinjtëroftë emri yt dhe shinjtërohet emri i Zotit. Apo duhet në jetën tonë emri i Perëndis të shinjtërohet, të jetë i shenjtë në jetën tonë. Që do të thotë, nuk ka emër tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tonë. Është vetëm emri i Zotit dhe s'ka emër tjetër që çdo gjuhë i çdo krijese qiellore tokësore, thotë, të përulet përpara tij. Sa e rëndësishme është të kuptojmë se kujt i drejtohemi. Nëse vërtet do ta kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, kush është ati ynë? Ati ynë është, motra dhe vëllezër, aleluja, ai që nëpërmjet të cilit u krijua gjithçka. Ajo që ne shohim, e falenderojmë Perëndin. Ati i përket gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdia e emrit të shenjtë. Është ati i. E imagjinoni, motra dhe vëllezër, ti drejtohesh një ati qiellor. Kush mund t'i drejtohet, motra dhe vëllezër, një ati qiellor? Zoti erdhi të bëjë një vepër në jetën tonë. Çfarë të bëjë, motra dhe vëllezër, nëpërmjet flijimit të Jezus Krishtit, kryqëzimit në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja, ku mori mëkatin tonë, na zhveshi nga mëkati dhe ne, motra dhe vëllezër, aleluja, vdiqëm për mëkatin kur e pranuam Jezus Krishtin, dhe Zoti na veshi, motra dhe vëllezër, aleluja, me Jezus Krishtin. Një shembull në jetën tonë ku ne mund të krahasojmë, motra dhe vëllezër, vetëm. Shembull me Jezus Krishtin. E falenderojmë Perëndin. Ai ishte Zot. Shpeshherë flasim, motra dhe vëllezër, dhe si mund të krahasohemi ne me Jezus Krishtin. Ai e zbrazi veten, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe mori shëmbëllim mishi mëkatar si ne, dhe thot, unë e munda botën dhe ju do ta mundni botën. Kishte një marrëdhënie me Atin dhe lutej vazhdimisht, motra dhe vëllezër, aleluja, shembull për ne, që dhe ne të mund të lutemi vazhdimisht tek Ati ynë. Për të gjitha këto gjëra, 3 gjëra të rëndësishme duhet të kërkoni, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, në lutje. Kur të luteni, thoni, Ati ynë që je në qiej,
Një, u shëntëroft e emri yt. Të lartësohet emri i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi emrit të shenjtë. Ardhë mbretëria jote. Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, ju foli, Jezus Krishti ju foli, mbretëria e Zotit u afrua midis jush. Është në dorën tuaj ta pranoni të jetoni në mbretërinë e Perëndisë. Këtë arritën të kuptonin, motra dhe vëllezër, dishepujt apostujt. Që ata jetonin në mbretërinë e Perëndisë. Pse, motra dhe vëllezër, ishin gati të jepnin gjithçka për këtë gjë, motra dhe vëllezër. Aleluja. Këndonin në një flijim të tillë që bëheshe në ta. Mos u llogarito atë. Gjithçka që bëjnë në mua, i mbulonin me gurë, motra dhe vëllezër. O atë fali nuk din ç'bëjnë. Cili ishte shembulli i tyre? Jezus Krishti, motra, aleluja. O atë fali nuk din ç'bëjnë. Edhe dishepujt në këtë rrugë, dhe të gjithë ata që Zoti i thiri dhe ju dha nga fryma e tij, në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, do të ecin. O atë fali sepse nuk din ç'bëjnë. Për shkak të emrit tim, tha Zoti, juve do t'ju shaj. Juve do t'ju fyen. Juve do t'ju godasi. Do kaloni vështirë. Për shkak të emrit tim. Mos shiko botën si jeton bota. Për shkak të emrit tim nuk do jesh si bota. Nuk do ecësh si bota dhe nuk do jetosh si bota. Është një ndryshim shumë i madh që si mund të krahasohen të krishterët që qytetaria e tyre është qielli dhe të krahasohen me jetën e këtyre njerëzve që janë në tokë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kam përgatitur qiellin për ju, tha Zoti. Kjo është shpresa e të krishterit. Prandaj ishin gati të flijoheshin dishepujt, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe ne na mëson të ecim në këtë rrugë. Nuk ka rrugë tjetër, e ngushtë është rruga, tha Zoti. Por të jep jetë të përjetshme. Në këtë botë do të keni mundim, që do të thotë, nuk është për ju. Është e ngushtë kjo rrugë, por të jep jetë të përjetshme. E gjerë është rruga që bën bota, që gjen bota, në çdo gjë. Ta jetoj jetën, njerë vjen jeta, motra dhe vëllezër, aleluja, por shkon në humbje, thot. Kjo është bota, dhe fjala e Perëndisë ne na mëson nëpërmjet frymës së shenjtë, na zbulon cila është jeta, motra dhe vëllezër, aleluja. Jeta në një njeri është vetëm Jezus Krishti. Ai që ka Jezus Krishtin ka jetën. Të tjerët, motra dhe vëllezër, lerini të vdekurit të varosin të vdekurit e tyre, tha Zoti. Ata që janë pa Krishtin, janë të vdekur, thot, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Shikoni se çmim të madh na ka bërë Zoti ne me këtë ftesë që na bëri, dhe ne jemi dëshmitarë të veprës së Zotit në jetën tonë, sepse gjithë secilit nga ne që qëndrojmë këtu, motra dhe vëllezër, mblidhemi dhe adhurojmë emrin e Perëndisë, kemi parë dorën e Zotit në jetën tonë. Kemi parë fuqinë e Perëndisë që ka vepruar në ne për të na bindur që unë jam me ju. Asnjëherë, thot Zoti, nuk kam për t'ju braktisur. Në çdo kohë, në çdo situatë që ti të kalosh, unë jam me ty, thot Zoti. Në rast se ti e beson një gjë të tillë, Zoti do të përgjigjet. Lavdi e emrit të shenjtë. Dhe ti do kesh paqe, sepse je e siguruar, je në dorën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Po pse po kaloj të tilla gjëra? Është vullneti i Perëndisë që kaloj në këtë rrugë. Çdo gjë është në kontrollin e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Por diçka të mirë ka përgatitur Zoti që unë kaloj në të tillë vështirësi.
Kaloj në përzjarë, vlla. Është e vërtetë, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse edhe minerali që del nga miniera, kalon në përzjarë, i që gjithçka që është e tepër, që të dalë i pastër. Dhe prandaj Zoti na kalon në të tilla gjëra që të na pastrojnë ne nga të gjitha gjërat që ne mbartim, motra dhe vlezër. Sepse të shenjtët do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, thotë Zoti. Kjo është rruga që ne kemi nisur me Zotin, motra dhe vlezër, jo vetëm, me Zotin. Dhe u bëftë vullneti yt si në qiell dhe në tokë. Të bëhet vullneti i Perëndisë, motra dhe vlezër, siç është në qiell dhe në tokë. Në qiell, motra dhe vlezër, gjithçka është bindje. Të gjithë i përulen Perëndisë, vlezër, dhe thonë i shenjtë është emri i Zotit. Dhe në mua, motra dhe vlezër, thotë, të ndodhe njëjta gjë në tokë, që unë të lavdëroj emrin tënd në çdo kohë, në çdo situatë. Këto janë 3 gjërat më të rëndësishme që do të sillni në lutje, thotë Zoti. Dhe vazhdojmë më poshtë, vëllezër. Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme. Kërkesa jonë është na jep Zot çdo ditë bukën tonë të nevojshme. Na mjafton për çfarë? Që unë të mos mendoj për bukën, po unë të mendoj për këto 3 gjëra të rëndësishme që ti më mëson, Zot, aleluja. Që të bëhet vullneti yt si në qiell dhe në tokë, që emri yt të shinjtërohet dhe që mbretëria e Perëndisë të vijë në mua. Bukën tonë të përditshme e pakën e Zot. Është mjaftueshëm për të krishterin, shpeshherë dëgjojmë, motra dhe vlezër, nëse njeriu ka për të ngrënë, ka për të mbuluar, ka shtëpi, motra dhe vlezër, ka për të mbuluar, mjaftueshëm. Çdo gjë tjetër, motra dhe vlezër, vjen nga e dy. Pse? Sepse e dim shumë mirë që në këtë botë jemi kalimtar. Nuk do të marrim asnjë gjë me vete. Prandaj shqetësimi ynë, thotë Zoti, duhet të jetë të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Ashtu si çdo Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, lavdi emrit të shenjtë. Për këtë na ka thirrur Zoti. Lum kush do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kur dëgjuan që fliste Jezus Krishti për gjërat e mëdha, motra dhe vlezër, aleluja, lum kush do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe Zoti ju tha, motra dhe vlezër, aleluja, keni kujdes. Të gjithë janë të ftuar për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Por do shumë kujdes se si unë eci, motra dhe vlezër, se sa unë jam i gatshëm dhe se sa unë besoj, motra dhe vlezër, në Jezus Krishtin. Mund të kemi luatje, mund të kemi ulje ngritje në jetën tonë, motra dhe vlezër, frymërore, por besimi në Zot, motra dhe vlezër, aleluja, nuk duhet të jetë i lëkundur. Nëse je i dobët, motra ime, vlla im, shko në Zot. Zot, nuk mund. Jam i dobët, Zot, aleluja. Dhe Zoti të thotë, e di, kam qenë dhe unë si ty. Dhe unë kam qenë i dobët. Kur që e i dobët Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja? Gjeste mali. Shojmë, motra dhe vlezër, që i tha atit, jo i mi vullnet, por i yti, Zot, të bëhet. Nëse është e mundur ta heqësh këtë kupë nga mua, por vullneti yt të bëhet. Dhe ne shkojmë paraqitemi përpara Perëndisë në lutjet tona dhe them, Zot, jam i dobët. Zot, rashë. Kush bie, thot, nga fëmijët, motra dhe vlezër, aleluja, dhe prindi nuk kujdeset për ata, që të ngrihet përsëri dhe që të ecë përsëri? Kështu është dhe me ne. I ligu kërkon të na fshijë besimin që ne kemi në Zot, motra, aleluja.
Dhe thot, na, shko si ke rënë ti. Nuk bën ti për këtë punë. Gjithmonë ke rënë. Ke treguar forcë. Zoti nuk do që ne të jemi të fuqishëm, motra dhe vëllezër, dhe të tregojmë forcën tonë. Përkundrazi, në dobësitë time, thot apostulli Paul, duket fuqia e Perëndisë. Kur unë jam i dobët, duket forca e Zotit. Sepse unë se përballoj dot dhe Zoti vjen në mua. Dhe shikoj që unë s'mund të bëj dot asgjë. Dhe thot Zoti, pa mua, ju s'mund të bëni dot asgjë. Lavdi emrit shenjtë. Na i falë mëkatet tona, sepse dhe ne i falim fajtorët tanë. Që do të thotë, motra, ne kemi gabime, ne kemi mëkate, motra dhe vëllezër, sepse bie, sepse ndodhen përpara situatave dhe rrezohen. Por nuk qëndroj aty, motra dhe vëllezër, aleluja, por shkoj tek Zoti im dhe them, Ati im, falë, sepse dhe unë i kam falur ata që kam bërë të njëjtën gjë me mua. Sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, aleluja, të falim njëri tjetrin. Mund të ketë lënduar. Ai që ti s'ta merr mendja, motra dhe vëllezër, aleluja. Vllai tënd, ai që ti kishe besimin më të madh, mund të ketë lënduar. Por Zoti thotë, motra dhe vëllezër, falja është një gjë shumë e rëndësishme. Sepse ashtu siç ne falim, do të na falë dhe Zoti ynë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëton nga i ligu. Mos lejo, Zot, që unë të bije në tundim, që do të thotë më mbaj gjithmona në frymën tënde. Kur njeriu është në frymën e Perëndisë, nuk mund të bjerë, motra dhe vëllezër, në tundim. Pse? Sepse fryma është ai që drejton personin tonë. Në tundim bie kur unë jam i lëkundur. Është e sigurt, s'është e sigurt, është nga Zoti, s'është nga Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Mos më çon në tundim. Mos më çon të tundohem nga gjërat që shoh. I vërtite Eva, pemës që ishte ndaluar, motra dhe vëllezër, të jetë vërtet kështu. Zoti na tha ndryshe. Gjatë prej më thot ndryshe. Si të veproj ndërdyshas. Mos u tundo, motra ime, vlla im, aleluja, nga çdo servirje që të bëhet në këtë botë. Sepse Zoti të ka zgjedhur dhe të thot, biri im, bia ime, ka krijuar familje, motra dhe vëllezër, Zoti, aleluja, për ty dhe për mua, që të jemi në një familje me te. E imagjinoni, motra dhe vëllezër, aleluja, aty ku mblidhen 2 apo 3, jam unë midis tyre, thot Zoti. Është Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Në këtë frymë duhet të ecim kudo. Është Zoti me mua. Është ai që më shikon kudo që shkoj. Në punë, në jetën time, në sjelljen time, në të folurën time. Është një Zot që më kontrollon, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe prandaj thotë, lutuni pa pushim, që ne të kontrollojmë jetën tonë, veten tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, por të besojmë në ai që na thirrri. Zoti ta bekojë këtë fjalë.